Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi tayyibin tahirin wa sahbihi al-muntajabin wa ala al-jami' al-anbiya illahi wal-mursalin. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit, falënderimet më të sinqerta janë për Allahun e madhruar. Paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi profetin Muhammed, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë të dërguarit dhe profetët e Allahut. Të dashur vëllezër dhe motra, ju përshëndes të gjithëve me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, bekimet, mirësitë dhe mëshira e Allahut qofshin mbi ju. Në ajetin 30 të surës Anfal, Allahu i madhruar thot: Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. Kujto kur mohuesit komplotonin kundër teje për të burgosur, për të vrarë ose për të dëbuar. Ata thurnin kurthe, por edhe Allahu ngrinte kurthe kundër tyre. Allahu është planifikuesi më i mirë. Jemi në fillim të vitit të ri të Hijrit 1447. Me këtë rast, në emrin tim dhe në emrin të fondacionit të Kuranit, ju urojmë të gjithë besimtarëve këtë vit të ri dhe shpresojmë që të gjithë të jemi sa më afër Allahut me vepra të mira, me besim të sinqert dhe të fortë, dhe qoftë ky vit vit i paqes, vit i qetësisë, vit i vllazërisë dhe vit i forcimit të unitetit në mesin e besimtarëve musliman. Për sa i përket ajetit pra 30 të surës Anfal që citova, kujto, pra Allahu i drejtohet profetit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi thot: kujto kur mohuesit komplotonin kundër teje për të të vrarë, për të të burgosur ose për të dëbuar. Ata bënin kurthe, ngrinin kurthe, por edhe Allahu ngrinte kurthe kundër tyre. Allahu është planifikuesi më i mirë. Komentuesit e Kuranit thonë se ajeti flet për hijretin, emigrimin e profetit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi nga Mekka për në Medinën e ndritur. Idhujtarët Mekkas u përpoqin me gjithçka që zotronin për ta zhdukur të dërguarin Allahut dhe mesazhin e tij. Si stotet e historia, ata pra kurejshitët idhujtarë përgatitën një dhuratë për ta ekzekutuar profetin Muhammed sallallahu alaihi wa alihi, e cila ishte me 100 deve. S'ka dyshim se hijreti është një ngjarje madhështore në historinë islame. Thuhet se ka ndodhur në muajin Muharram ose në muajin Rabiul Awwal. Hijreti, pra emigrimi i profetit, shënoi një kthesë të madhe dhe një faqe të re, jo vetëm për islamin dhe për muslimanët, por për të gjithë njerëzimin, sepse feja islame është feja përmbyllëse. Është feja që Allahu e pranon. Është feja të gjithë pejgamberëve. Hijreti i profetit Muhammed, paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, ka qenë i rrallë për nga lloji, sepse ai nuk ishte thjesht largim nga vendlindje për fitime materiale, apo për të fituar pushtet,
por ishte për të fituar qëndrueshmërinë në besimin e drejtë, në besimin në Zotin një të vetëm e të pashoq. Hijreti i profetit përfaqëson për majën më të lartë të përpjekjes dhe të sakrificës në rrugën e besimit, në rrugën e të vërtetës dhe të drejtës. Gjithashtu, hijreti pra është një shkollë e madhe, të cilës duhet me patjetër me i kushtuar një kujdes të madh. Nga ana gjuhësore, hijreti rrjedh nga fjala hajara, që do të thotë largim nga vendi, ose braktisje e diçkaje. Hijreti njihet edhe si kalimi i njerëzve nga një vend në një vend tjetër për të banuar në atë vend të ri. Hijreti pra është ikja nga vendlindje në një vend tjetër për shkak të gjendjes së keqe e të vështirë ekonomike, apo për shkak të presioneve, apo për shkak të persekutimeve, apo për shkak të luftës e të tjera shkaqe. Prandaj, ky hijret, pra ndrimi i vendlindjes, mund të jetë i përkohshëm ose mund të jetë i përhershëm. Varet nga vetë emigruesi. Historia na thotë se pas dështimit të planeve të përpjekjeve të kurejshitëve jo besimtar e idhujtar për të penguar misionin e profetit Muhammed sallallahu alaihi wa ali për përhapjen e Islamit, ata ranë në një mendje, u dakordsuan që ta shfarosnin profetin Muhammed sallallahu alaihi wa ali së bashku me mesazhin e tij dhe së bashku me ata që e ndihnin. Mirpo, kurejshitët harruan se mbrojtësi i vërtet i profetit Muhammed sallallahu alaihi wa ali ishte Allahu fuqiplot. Allahu waliyyu alladhina amanu. Allahu është mbrojtësi kujdestari i atyre që kanë besuar dhe profeti Muhammed sallallahu alaihi wa ali është në krye të gjithë besimtarëve. Madje është më parsori tek besimtarët se sa ato vetat e tyre. Siç thot Allahu për në Kur'an poshtu. Për këtë komplot të kurejshitëve, Xhebrail Emini, paqja qoftë mbi të, me urdhën nga Allahu fuqiplot, e lajmëroi profetin Muhammed për planin dhe kurthin e kurejshitëve dhe e urdhëroi që të emigronte në Medinën e ndritur. Pas këtij lajmi pra nga Xhebrail Emini, profeti Muhammed ftoi Imam Aliun, paqja qoftë mbi të, dhe e njoftoi për planin e kurejshitëve dhe për emigrimin e tij në Medinë. Pastaj i tha: "O Ali, Xhebraili më erdhi dhe më zbriti ajetin, kujto kur mohuesit komploton kundër teje për të të burgosur, për të të vrarë ose të buar", e deri në fund të ajetit. Më pas profeti thot Imam Aliut: "Ky ajet më njoftoi se kurejshitët janë të buar dhe kanë planifikuar vrasjen time. Xhebraili më përsolli urdhrin e Zotit që të emigroj e ta lë vendlindjen. Ai më ka urdhëruar që të urdhëroj ty që të flesh në shtratin tim. Me këtë veprim ti do të mbulosh gjurmët e mia." Si thua, çfarë do të bësh, pra i thot Imam Aliu. Aliu, paqja qoftë mbi të, i tha: "A do të jetë fjetja ime në shtratin tënd shkak i vazhdimësisë së misionit tënd o i dërguar?" Profeti i tha: "Po."
Aliubu s'qeshi dhe bëre sejdë si falënderim për atë që i tha profeti Muhammed sallallahu alaihi wa alihi. Në atë çast zbriti pra edhe ajeti 207 i Kuranit, cili thot: ka njerëz që e vlerojnë veten për të fituar përqimin, kënaqësinë e Allahut. Allahu është shumë i mëshirshëm me robët e vet. Dhe ky ajet pra zbriti për Imam Aliu, cili fleti në shtatin e profetit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Profeti doli nga Mekka duke lexuar pra ajetin: ne kemi vënë pengesë para tyre dhe pas tyre e i kemi mbuluar, kështu që ata nuk shohin. Është ajeti 9 i surës Yasin. Profetin e ndoqi pra Abu Bekri dhe së bashku mbritën në shpellën Thawr. Mirë po kurajshitët i ujtarë nuk e lanë në kaq. Ata e ndoqën profetin Muhammed gjatë gjithë rrugës. Ishte ndihma e Allahut dhe mbrojtja e tij që e shpëtoi profetin nga kurajshitët për i ujtarët e Mekës. Hijreti të dashur vëllezër dhe motra është një mrekulli për profetin Muhammed sallallahu alaihi wa alihi. Me hijretin dëshmohet ndihma dhe përkrahja e Allahut për profetin dhe për muslimanët. Hijreti është mrekulli sepse pas hijretit Islami u forcua dhe u zgjerua në mbar gadisullin arabik dhe jashtë tij. Ishte dëshira e Allahut që të ndodhte hijreti, pra emigrimi i profetit, që të përhapej drita e Kuranit në mbar rruzulluin toksor. Me hijretin, emigrimin e profetit, dëshmohet dhe vërtetohet profecia mbar botërore e vulës së profetëve, profetit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi, pas të cilit nuk vjen më profet. Ai është përmbyllësi dhe vula e të gjithë profetëve. Kushdo që dëshmon se është profet, ai është mashtrues, është gënjeshtar. Hijreti ndodhi pra në vitin e 13 të profecisë së profetit Muhammed, sipas pra historisë. Muslimanët e pritën profetin e Medine me plot mall, dashuri e madhështi. Sa po mbriti i dashur i zemrave tona profeti Muhammed sallallahu alaihi wa alihi, vendosi që Medina të ishte kryeqyteti i mesazhit islam dhe qendra e udhëheqjes islame. E para punë që bëri ishte vëllazërimi mes muslimanëve, mes atyre për emigrantëve, muhaxhirëve dhe ansarëve, banorëve përkrahësve të Medinës. Medina ishte vatra prej të cilës filluan të përhapet rrezet ndriçuese të islamit. Nga Medina, profeti Muhammed, paqja e bekimit të Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, u dërgoi letra mbretërve dhe udhëheqësve të asaj kohe me ftesën që të përfaqësonin fenë e drejtë të fundit qellore islamin. Kurani i shenjtë, siç e përshkruan pra Allahu që është sqarues për gjithçka. Kurani e përmend edhe çështjen e hijretit në disa sure dhe në disa ajete. Në Kur'an hijreti përmendet pra në disa sure, në surën Bekare, në surën Ali Imran, në surën Nisa, në surën Anfal, në surën Taube, në surën Nahl, në surën Isra, në surën Hajj, në surën Ankebut, në surën Muhammed sallallahu alaihi wa alihi, në surën Hashr, në surën Mumtahina e të tjera. Dhe ajetet sqarojnë se kushdo që emigron, sakrifikon për hir të Allahut fuqiplot, ai ka një shpërblim të madh tek Allahu dhe një pozitë të lartë tek ai. Si thot ajeti 100 në surën Nisa, kush emigron në rrugën e Allahut, do të gjejë në tokë shumë vend dhe hapësirë të bollshme. Ose në një ajet tjetër pa, ku thot në surën Tobe ajeti 20, ata që besuan, emigruan dhe luftuan në rrugë të Allahut me pasurinë dhe jetën e tyre,
janë në shkallën më të lartë tek Allahu, ata janë të shpëtuarit. E të tjera pra ajete që flasin për pozitën e lartë të emigrimit, të hijretit në këtë jetë. Të dashur vëllezër dhe motra, historia islame na flet se kemi edhe një emigrim tjetër, që është emigrimi i nipit të profetit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi, Imam Husejnit, paqja qoftë mbi të, nga Meka për në Kerbela. E përbashkëta mes dy emigrimeve për hijretit të profetit Muhammed dhe të Imam Husejnit, qëndron në thelbin e qëllimit të tyre, i cili ishte ruajtja dhe mbrojtja e fesë islame dhe e vlerave themelore të saj. Kushdo që e lexon me vëmendje, me gjaktësi pra historinë islame, do të shoh se këto dy emigrime, pra emigrimin e profetit dhe të Imam Husejnit, e lidhin disa pika kyçe që janë prapë të përbashkëta. Dhe ato janë: së pari, qëndresa ndaj padrejtësisë dhe tiranisë. Profeti Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, emigroi nga Meka në Medinë për të shpëtuar veten dhe ndjekësit e tij nga persekutimi i kurajshëve dhe për të ngritur një shoqëri të drejtë mbi parimet islame. Imam Husejni, paqja qoftë mbi të, u ngrit kundër tiranisë së Jezidit, duke refuzuar ta legjitimitonte një pushtet të korruptuar dhe të padrejtë, edhe pse kjo çoi pra Imam Husejnin drejt martirizimit në Kerbela. Pika e dytë që i lidh këto dy emigrime është flijimi për një qëllim të lartë. Të dy sakrifikuan jetën e tyre private dhe rehatin për të shpëtuar të vërtetën dhe për të mos lejuar deformimin e fesë. Të dy sakrifikuan për të nxjerrë njerëzit nga errësirat në dritë. Të dy pra sakrifikuan, emigruan me qëllim që drita e Islamit të përhapej dhe të pushtonte qiellin e dynjas. Pika e tretë që i lidh këto dy është pra emigrimi si akt i lirisë shpirtërore dhe politike. Në të dy rastet, qoftë emigrimin e profetit dhe të Imam Husejnit, emigrimi nuk ishte thjesht një largim fizik, por një akt vendimtar për ndryshim shoqëror dhe shpirtëror. Imam Husejni a.s. nuk emigroi për siguri personale, e as për pushtet, por për të ndërgjegjësuar ummetin e gjyshit të tij dhe për të përballur devijimin që po ndodhte në emër të Islamit në atë kohë. Pika e katërt që i lidh emigrimin e profetit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi dhe me emigrimin e nipit të tij Imam Husejni, paqja qoftë mbi të, është se ato janë shembuj për udhëheqje morale, sa nevojë kemi sot për këtë lloj udhëheqje. Profeti Muhammed dhe Imam Husejni mbeten figura të udhëheqjes morale që nuk u përkulën para presionit politik apo social, duke ato pra janë model për besimtarët në çdo kohë, po ashtu edhe për çdo lloj pushtetar. Sepse që të dy treguan qëndrueshmërinë, palëkundshmërinë, vendosmërinë e lartë në mbrojtjen e vlerave të larta, në mbrojtjen e fesë, në mbrojtjen e besimit dhe në udhëzimin e njerëzve në rrugën e paqes, në rrugën e vllazërisë, dhe në rrugën e dashurisë dhe të respektit ndaj njëri tjetrit.
të dy emigrimet, qoftë emigrimi i profetit Muhammed, qoftë edhe emigrimi i Imam Husenit, shënojnë thesa historike që theksojnë rëndësinë e drejtësisë, qëndresës dhe të ruajtjes së pastërtisë së fesë islame, duke mbetur shembuj të përjetshëm të sakrificës për të vërtetën. Hijreti na mëson shumë mësime të thella, shpirtërore, shoqërore dhe morale. Nuk duhet të mjaftohemi vetëm thjesht të themi gëzuar vitin e ri të hijrit, por të thellohemi në këtë hijret, të nxjerrim mësime sa më shumë nga ky hijret. Të dashur vëllezër dhe motra, hijreti është frymëzim i përhershëm dhe motiv i fuqishëm për muslimanët. Është mësim për të shkuarën, meditim dhe veprim për të sotmen dhe planifikim për të ardhmen. Hijret për besimtarin është të ndryshoj zemrën, duke e pastruar atë dhe duke e mbushur me besim e me bindje ndaj Krijuesit, ta pastroj nga urrëtia, nga armiqësia, nga thashethemet, nga gënjeshtrat që janë përhapur jashtë masës sot. Profeti ftoi për vllazëri, për bashkim, për unitet. Sot fatkeqësisht në emër të profetit ftohet për përçarje, për nxitje. Fitili i përçarjes qëndron akoma i ndezur nga disa njerëz të paditur për të vërtetën e çështjeve të fesë islame. Hijreti është një shkollë që na jep mësime të mëdha, është shkollë jete. Na mëson ta duam të vërtetën, të qëndrojmë me të drejtën dhe të punojmë për një botë më të mirë. Për një botë, për një jetë më të mirë në këtë jetë. Të jetë e bazuar në durim, në besim dhe në vepra të mira. Për mësimeve madhore të hijretit janë besimi, sinqeriteti, durimi, palëkundshmëria, sakrifica, përpjekja për hir të vërtetës dhe të drejtës, kërkimi i ndihmës dhe i përkrahjes së Allahut në çdo kohë e të tjerëve. Hijreti më i mirë është largimi nga gjunahet. Prandaj, në këtë ditë të hijretit të profetit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi, të ulemi dhe të bëjmë llogarinë e vetëve tona. Kemi një vit, në vitin 1446 që kaloi, sa i kemi qëndruar besnik profetit Muhammed, sa i kemi qëndruar besnik sunetit të tij, sa i kemi qëndruar besnik Kuranit që solli. Të ulemi, të bëjmë llogarinë e vetëve tona, vallë, a jemi vërtet në gjurmët e profetit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam? Të mendojmë përse kjo përçarje në mesin e ummetit Muhammed, përse këto mosmarrveshje, a nuk duhet të fshihen në këtë vit të ri të 1447-s, të gjithë të përpiqemi që të vendosim paqen në mes vetëve tona, të vendosim bashkimin, unitetin, vllazërinë në mesin ton, siç veproi profeti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Ky është pra hijreti i vërtetë. Allahu na forcoft në rrugën e profetit Muhammed dhe Allahu na mundsoft që të largohemi prej këqijave, prej përçarjes, prej konflikteve dhe mosmarrveshjeve. Allahu na mundsoft të forcojmë unitetin dhe të marrim mësime sa më shumë nga ky hijret i bekuar i profetit Muhammed dhe hijreti i Imam Husenit, paqja qofshin gjithmonë me të vërtetën
dhe me të drejtën dhe kundër të pavërtetës dhe padrejtësisë. Allahu ju ruaj dhe ju begatoft ju dhe familjet tuaja. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.